Të zonës operative të Pashtrikut, General të pranishëm, General Enver Cikaçi, General Kudusil Lama, Ministër i Mbrojtjes, General Selim Krasniqi, pjesëtar të ushtrisë Kosovës, përfaqësues të organizata të dala nga lufta nga zona operative e Pashtrikut dhe nga niveli qendror, qytetarë të pranishëm, qytetarë liridashës, mirë se keni ardhur në kryeqytetin historik dhe shpirtëror të shqiptarëve në Prizren. Përshëndetje për familjarët e dëshmorëve, të heronjve, invalid, veterantë, për nismetarët, për vendosin e shtatorës, për General Selim Krasniqin me shok dhe të gjithë ata që ndihmuan këtë vepër të rëndësishme artistike që lartëson emrin dhe veprën jetësore të komandant Tahir Sinonit. Të dashur pjesëmarrës, akti më madhor i një populli të ndarë, të pushtuar, të shtypur e të shfrytzuar është lufta qirimtare. Karakterin kombëtar të luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës nuk e përcakton vetëm fakti se aty u rreshtuan bija nga të gjitha viset shqiptare dhe nga mërgata jone e madhe, por edhe fakti se kjo luftë zgjoi potencialet e fjetura kombëtare. Në kapërcyll të ndërrimit të shekujve, shqiptarët ndërmorën aktin më të rëndësishëm në historinë e tyre për të çliruar trojet e pushtuara nga slavët. Kjo ndërmarrje e përbashkët kombëtare, me karakter shkrimtar, humanist e fisnik në vetvete, e ndryshoi jo vetëm historinë tonë, por ripërcaktoi sferat e interesit më të gjerë global. Përfundimi i një rrugtimi të përgjakshëm ishte fundi logjik i një padrejtësie të madhe historike ndaj kombit tonë. Padrejtësitë që na ishin bërë në konferenca e kongrese evropiane, më në fund po fillonin të ndreshishin. Pikërisht këtu në Prizren, nisi zgjimi i vetdijes kombëtare pas shumë shekujsh pushtimi e pushtrimi. Jehona lidhjes shqiptare të Prizrenit do të mbjehet e përjetohet si një jehon që vinte nga thellësitë e shekujve që nga epoka lavdishme e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Dhe Tahir Sinoni e kishte ndjerë thirrjen e të parëve të tij, thirrjen e Ali Ibrës, Mit Sokolit, Abdyl Frashrit e Imer Prizrenit, Bajram Curit e Sulejman Vokshit, e Ahmet Koreniçës dhe të shumë trimave të Malsis Gjakovës që i vunë gjokset e tyre para topave e bajonetave osmane për të mbrojtur tokat shqiptare nga cuktimi i fqinjve grabitçar. Tahir Sinoni e dinte se populli shqiptar duhet ta kryente këtë amanet. Prandaj përveshi mëngët dhe u rreshtua në ushtrinë qeveritare të Kosovës, në ushtrinë qeveritare për Preshev me Dvegje Bojanoc dhe përfundoi rrugtimin e tij atletar me nder e lavdi të madhe në ushtrinë qeveritare kombëtare. Latinët e lashtë thoshin: finis opera ornat, fundi stolis veprat. Dhe Tahir Sinoni e përmbylli me nder e dinitet një rrugtim të vështirë e të rrezikshëm. Rënja e tij dhe bashkëluftarëve të tjerë në malet e Korabit i vuri kapak floriri veprimtarisë së tij atletare e shkrimtare. Ai e dinte se synimet e lidhjes së Prizrenit nuk ishin përmbushur, prandaj e ndërmorri hapin e duhur për ta përmbyllur këtë kapitull tragjik të popullit shqiptar. Pjesëmarrja e këtij luftarit të paepur, e këtij luftarit të madh, e komandantit Trim nga fshati Gri, në kaq shumë fush beteja, i bëri jehon këtij synimi madhor të kombit shqiptar. Shtatorja e tij e vendosur pikërisht këtu në Prizren, që po përorohet sot me 28 nëntor, është trokitje në ndërgjegjen tonë se kemi ende rrugë për të bërë në përmbushjen e aspiratave kombëtare. Ky burr i heshtur, me pamje kaq madhështore, u bë simbol i përpjekjeve tona për liri e për bashkim. Ndërsa Prizreni, si kryeqyteti historik i shqiptarëve, e meriton ta ketë në xhirin e vet këtë vigan të kombit shqiptar. Lavdia e tij do të frymëzojë brezat, ndërsa për ne është mësim se mbi të gjitha dashuritë qëndron dashuria për atë dheun e kombit. Lavdi e nderim herojit të kombit, Tahir Sinoni, e mbart me nder këtë shtatore Prizreni, kryeqyteti ynë shpirtëror e historik, pra kryeqyteti ynë kombëtar. Urime Prizren, urime të gjithëve. Rreth 28 nëntori, lavdi dhe nderime precisht heronjve dhe dëshmorëve.